Dhjetra shërbimet e inteligjencës perëndimore, por edhe inteligjenca amerikane ka verifikuar vazhdimisht se Kina ka ndihmuar Rusin në luftën e saj kundër Ukrainës përmes një bashkëpunimi ushtarak e teknologjik i cili ka përfshirë dërgimin e disa prej pajisjeve më të rëndësishme teknologjike për të rimodernizuar të gjitha kapacitetet ushtarake të Moskës, kur bëj fjalë për raketa, dronë të ndryshëm, por edhe tanke dhe makineri lufte. Së fundmi, lëvizja e Pekinit është tashmë në aspektin e trajnimit ushtarak të forcave të reja që Moska kërkon t'i dërgojë në frontin e luftës kundër Ukrainës. Rusia nxorri kriminalet e saj më të këqij nga qelit për t'i dërguar ato në frontin e betejës. Ishte edhe grupi Wagner, një element tjetër i rëndësishëm i suksesit i drejtuar nga Yevgeni Prigozhin. Ashpërsia në frontin e betejës ishte e lartë përballë një Ukraine e cila nuk ishte trajnuar sa i përket çështjeve ushtarake dhe aspektit ushtarak për t'u përballur me këto njësi të cilat u kthyen elitare kur bëj fjalë për ushtrinë e Moskës, por së fundmi duket se Kremlini po përballet me vështirësi, pagesat e larta, duket se nuk sjellin gjithnjë rezultat për rekrutët ushtarak, të cilët po dërgohen mish për top në frontin e luftës kundër Ukrainës. Diçka e tillë është vënë re në mënyrë të vazhdueshme përgjatë muajve të fundit, edhe sipas raporteve të Institutit për Studimet e Luftës me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë raportuar se rritja e fataliteteve brenda ushtrisë së Moskës është rritur në mënyrë të ndjeshëm. Shkak për diçka të tillë është se tashmë Rusia po dërgon në frontin e betejës ushtar pa eksperiencë të trajnuar dhe mbi të gjitha të aftë për të mbajtur intensitetin e një fronti ushtarak. Nga ana tjetër, kemi një Ukrainë e cila ka bërë një revolucion teknologjike ushtarak të paktën përgjatë muajve të fundit për shkak të prodhimit të mira dronëve të ri me rrezet të gjatë veprimi, e së fundmi Kievi provoi dhe dha edhe provat se kishte prodhuar një bombë rrëshqitëse e cila mund të përdoret në sulmet kundër Rusisë me një ngarkesë koke eksplozivi deri në 250 kg. Aleancën e re të Moskës me Pekinin, por edhe revolucionin ushtarak të Ukrainës do të kemi në fokus të pjesës së dytë të programit. Zotë Kresafi, një trajnim i 200 ushtarëve të Moskës, një numër i cili duket i vogël, por që tregon le të themi hapjen e Pekinit për të ndihmuar edhe në trajnimin ushtarak të forcave të Vladimir Putin e për t'i hedhur ato në frontin e Ukrainës. Po intensifikohet bashkëpunimi mes Kinës dhe Rusisë dhe apo ndodh diçka e tillë në këtë moment kur shohin se Amerika nuk është në pozitën më të favorshme? Në fakt, simbolika e trajnimit është më e madhe sigurisht se sa numri që është trajnuar, sepse 200 veta në luftën e Ukrainës janë shumë i vogël dhe nuk se ndryshojnë në një gjë në frontin e luftës. Thjesht për kujtes, Rusia ka në frontin e Ukrainës rreth 700.000 ushtarë, që 200 veta është një numër shumë i vogël në këtë rast, por simbolika është shumë e madhe. Po nga njëra anë tregon vështirësinë në cilën ndodhet Rusia në këtë moment, sepse Rusia është një shtet i cili paktën në 50-60 vitet e fundit ka qenë ushtria e dytë më e madhe në botë pas Shtetet Bashkuara. Ky është duket se për momentin këtë post e ka lënë Kinës. Kina është tashmë ushtria e dytë më e madhe më e fuqishme e botës pas Shtetet Bashkuara dhe fakti që rusët duhet të trajnohen nga kinezët në këtë rast është një lloj mini poshtërimi, do të thosh, nga ana e Rusisë, sepse zakonisht të paktën në mos në kohën kur ishte në Bashkimin Sovjetik, po dhe më vonë vitet 90, bashkëpunimi ushtarak zakonisht shkonte nga Moska në Pekin, nuk shkonte nga Pekin në Moskë. Për shembull, për të kujtuar një pjesë e madhe e avionëve luftarak që ka ndërtuar Kina, janë avion luftarak të cilët janë marrë licencë të avionëve rusë dhe sovjetik dhe janë kopjuar, si thua, nga Kina në mënyrë zyrtare në këtë rast. Fakti që sot kjo gjë nuk ndodh më, fakti që ka Rusia nevojë për ndihmën ushtarake dhe për mbështetjen ushtarake të Kinës e vendos Rusin në një marrëdhënie varësie ndaj Kinës. Pra nuk kemi më në nivelin ku ka qenë në Bashkimin Sovjetik apo dhe në vitet 90 Rusia që ishte ajo liderja e kësaj marrëdhënie Rusi-Kinë, por tashmë është Kina e cila është lidera e marrëdhënies mes Rusisë dhe Kinës dhe fakti që ka një mbështetje të tillë ushtarake nga ana e Kinës e tregon një lloj vështirësie në cilën ndodhet Rusia në frontin e betejës dhe nuk ka nevojë, si thua, nuk do kishte nevojë nëse Rusia do ishte vërtet e fuqishme ose do ishte Rusia që kemi parë ose që
ekziston në letër të paktën, nuk do kishte nevojë për këtë lloj bashkëpunimi ose këtë lloj trajnimi që ndodh nga ana e Kinës. Fakti është që për kinezët është e rëndësishme që Rusia të mos humbas luftën në Ukrainë, sidomos në fillim të luftës. Drejtuesit e Kinës e thanë disa herë që për interesat e Kinës tregojnë që Rusia nuk duhet ta humbas luftën dhe Kina do bëjë çdo gjë për ta ndihmuar Rusinë që të mos e humbas luftën, sepse një humbje e luftës do të ishte një Rusi më e dobët dhe një Rusi më e dobët nuk intereson marrëdhënies mes Rusisë dhe Kinës, por nuk mendoj se do ketë një thellim shumë të madh të marrëdhënieve ushtarake mes palëve, sepse vështirë që Rusia të shkojë të bëjë një aleancë ushtarake në kuptimin e fjalës fjalës, një aleancë mbrojtëse me Kinën, sepse në rast se do kishte një luftë në Taiwan, Rusia mund të ishte përfshirë deri përdet në një rast të tillë. Por është një situatë e cila nga një anë Rusisë intereson të ketë mbështetjen dhe marrëdhëniet e mira me Kinën, por dhe në rast të një lufte në Taiwan, Kina do të kishte nevojë për ndihmën qoftë me gjitha logjistike ose gazin ose naftën ruse në një rast të tillë. Kështu që për momentin janë ende në pikën ku të dyja palët po mundon të përfitojnë çfarë mund të përfitojnë nga njëra tjetra, por gjithë marrëdhënia është shumë e qartë që tashmë Rusia është vendosur në varësinë e Kinës, pra e ka humbur atë barazim, por ka humbur atë primatin që kishte në kohën e Bashkimit Sovjetik. I qartë. Ndërkohë, zoti Softa, ka një detaj interesant kur bëhet fjalë për bashkëpunimin mes Rusisë dhe Kinës. Pekini ka zgjedhur gjithmonë të qëndrojë prapa kuintave, qoftë me lëvizjet që bën, apo edhe me kërcënimet që ka ndërmend. Ndërkohë, Rusia nuk e ka problem. Ka dalur hapur sa i përket edhe kërcënimeve drejt për drejta që vijnë jo vetëm për Ukrainën, por edhe për vende të tjera europiane. Çfarë regjistri që sjell kontinentit europian ky bashkëpunim i ngushtë ushtarak mes Moskës dhe Pekinit? Rusia kërkon që këto aleanca t'i mbajë, kryesisht disa aleanca tradicionale, kujtojmë lëvizjet e para kur momentet e bashkëpunimit ishin me Korenë e Veriut. Momentet kur ushtria nga Korea e Veriut dërguan një sasi një kontingjent saktuar ushtarësh, shkëmbimi një limuzine me të, etj, dhe nga ky moment tani janë marrëdhëniet që ka me Kinën. Marrëdhëniet me Kinën janë për të rëndësishme sepse e shikojnë si një interes përbashkët për të minimizuar, po themi, influencën amerikane në Azi, ndërsa presionet apo tendencat ndaj vendeve të Bashkimit Evropian kanë qenë gjithmonë presionet të bëra ndaj këtyre vendeve. Fillimisht ajo frika e parë që u krijua nga Rusia që mund të përdorte në çdo kohë potencialin e saj bërthamor, duke kërkuar që mund të godiste Londrën, Romën apo vende tjera, dhe këto presione krijuan një lloj ndikimi, po themi, në klimën e qytetarëve të Bashkimit Evropian. Pam që shumë vende filluan të përgatiteshin për luftë, një pjesë e tyre filluan të përgatiteshin dhe qytetarët me ato çantat e emergjencës, pra patën disa ndikime në rrafshin psikologjik. Kështu që përpjekjet për një përplasje edhe për të ulur tensionin, për të ngritur tensionin me vendet e Bashkimit Evropian janë në politikat e Rusisë. Ndërsa marrëdhëniet me Kinën janë të rëndësishme sepse kanë përveç marrëdhënieve dhe interesave ekonomike, mbështetje që Kina i jep Rusisë, por edhe një teknologji apo ato çfarë ajo blen nga Kina për nevojat e saj të luftës. Te e qartë. Ndërkohë, Krysafi, përballë të gjitha aleancave që ka arritur të ndërtojë Rusia për të mbajtur gjallë ushtrinë e saj në këtë luftë, kemi një Ukrainë e cila përgjatë muajve të fundit e nxitur nga nevoja ka arritur të revolucionojë në aspektin teknologjiko-ushtarak forcat e saj, duke le të themi ruajtur tashmë pozicionet ushtarake përmes përdorimit gjithnjë më masiv të teknologjisë dron, por edhe një bombë ajrore e cila është prodhuar për herë të parë nga Ukraina me një ngarkesë eksplozive deri në 250 kg. Si kanë ndikuar këto zhvillimet fundit në frontin e betejës? Në fakt nga Ukraina shumë mund të jenë surprizuar, por në fakt deri diku dhe pritet diçka nga Ukraina. Kujtoj që në kohën e Bashkimit Sovjetik Ukraina ka qenë shteti i dytë më i rëndësishëm i Bashkimit Sovjetik, ka pasur një industri të jashtëzakonshme, e cila në masë të madhe është ruajtur, kështu që sidomos dija industriale ishte aty në Ukrainë, thjesht lufta e zgjoi në një farë mënyrë këtë situatë, kështu që nuk se u ndërtua çdo gjë nga zero në rastin e Ukrainës. Fakti është që fronti i betejës është ndalur në mënyrë të jashtëzakonshme. Është viti më i keq për Rusinë, sidomos pas 2023-shit.
por ndërkohë që në 2024, në 2025 kemi parë vetëm përparime të Rusisë, qoftë të mëdha, qoftë të vogla që kanë qenë, përgjithësi kanë qenë në një vit 5.000 dhe në 6.000 km² të marra. Këtë, le të them, 5 muajt e parë të këtij viti, deri në maj ku jemi për momentin, ka her pas here dhe marrje territori nga ana e Ukrainës, që është një zhvillim i ri që nuk ka ndodhur as vitin e kaluar, as para 2 vjetësh, ku Ukraina kishte thuajse të pamundur të merrte territor. Unë mendoj që arsyeja pse po ndodhet çka e tillë është vështirësia shumë e madhe në cilën ndodhet Rusia dhe vjen me gjitha për shkak të goditjeve që Ukraina ka bërë brenda Rusisë, sepse nuk kanë goditur vetëm depo të naftës, por janë goditur masivisht depo armatimesh, depo municionesh, ka filluar goditjen radar, sisteme mbrojtëse antiaerore të Rusisë, të cilat të gjitha bashkë ndikojnë në një mënyrë ose në tjetër në frontin e betejës. Edhe fakti që kemi thënë shpeshherë që Rusia tashmë duke qenë se dërgon ushtar me pagesë dhe të cilët kanë një trajnim shumë të vogël ose fillestar në artin e luftës, e kanë vështirë të luftojnë në Ukrainë. Tjetra është përdorimi masiv që Ukraina i ka bërë dronëve, gjë që ka bërë shumë të vështirë përparimin e ushtrisë ruse në teren. Ky ka qenë një problem të në fillim të luftës, por kemi arritur një shkallë shumë të lartë në pikë kur ushtria ukrainase përmundohet, kurse sa më shumë vjet e mundur ushtarët e vet fizik, dhe në këtë mënyrë ka filluar përdor dronët në mënyrë masive, gjithashtu robotët në zonat të caktuara, por mos përdorimi i dronëve ka bërë shumë të vështirë përparimin e ushtrisë ruse. Kështu që ky vit deri në shtator ose deri në fillim të tetorit mund të tregojë deri diku se si mund të jetë fundi i luftës në Ukrainë. Nëse me shumë mundësi Rusia do përpiqet të bëjë një ofensivë tjetër të rëndësishme gjatë kësaj vere për të marrë pjesën e Donbasit që i ka ngelur. Nëse përparimi do jetë kaq i vogël sa çka qenë gjatë këtyre 5 muajve, unë mendoj që do kemi një ide të qartë se si do përfundoj lufta në Ukrainë, dhe lufta në Ukrainë me shumë mundësi do përfundojë në këto vija fronti, pra nuk do kemi më ndryshim. Nëse Rusia arrin të marrë një pjesë në Donbasit gjatë muajve në vijim, sigurisht kjo mund të ndryshojë diçka në fushën e betejës. Në momentin nuk duket se ka në një shenjë që diçka e tillë mund ndodh, por nga ana tjetër dhe territori sado i vogël që është i rimarr nga Ukraina mund të jetë një shpresë për Ukrainën dhe mund të jetë një nxitje për të mos i dhënë fund luftës me kushtet në të cilat dëshiron Rusia. Pra gjithë kjo që është duke ndodhur në këtë moment i heq Vladimir Putin dhe rusëve kushtin e kërkesës për të marrë në tavolinë pjesë tjetër të Donbasit. Pra, në momentin që nuk ka lindur ta marrësh në teren dhe ke kaq të vështirë ta marrësh në teren, nuk ka çfarë kërkon në fushën e betejës. Kështu që nëse nuk ndryshon në një gjë madhe thashë muaj në vazhdim, me shumë mundësi lufta në Ukrainë do përfundojë në këto vija fronti me një marrëveshje ku secila palë kënaqet me atë që ka marrë ose atë që ka arritur në frontin e betejës, por nuk do ketë një fund në kuptimin e këtij fjalës. Mund të kemi një ngrirje të luftës në këto vija fronti. Dhe gjithë kjo është pasojë e asaj që Ukraina ka bërë gjatë muajve të fundit, sidomos me goditjet brenda Rusisë, sepse nuk është thjesht çështja e dronëve, është raketa Cruise, është një raketë Cruise Neptun që Ukraina ka filluar ta prodhojë dhe atë masivisht, por që ka pasur një prodhim shumë të vogël. Është raketa aty që glide bombs që ju përmendët, ka filluar të bëjë përpjekje për të prodhuar dhe testuar raketa balistike të prodhuara nga Ukraina, që kjo do ishte një zhvillim shumë i madh për Ukrainën, kështu që mund të themi praktikisht që Ukraina për momentin është duke luftuar tërësisht si e barabartë me Rusinë, gjë që nuk ka qenë rasti deri para disa muajsh. Te edhe qartë. Zoti Softa, ndërkohë të gjitha këto zhvillime teknologjike kanë sjellë qartazi një ngadalësim të Rusisë. Çfarë pritet të ndodhë në muajt në vijim nëse ky përparim teknologjik vjon të shënojë suksese dhe goditje të thella brenda Moskës, do të detyronte Vladimir Putin që të kishte një mendim të qartë për ndaljen e luftës, apo mendon se do të kishim një Rusi të turbuar e cila nuk do të ndalte vrasjet ndaj civilëve? Rusia ka humbje shumë nga kjo luftë. Ajo që u quajtë si një operacion special rezultoi në një luftë të gjatë ku humbjet në front edhe në drejtim të ushtarëve janë të mëdha. Shpeshherë ka kërkuar ndihmë dhe mundësi për të rekrutuar qoftë edhe me pagesë ushtar për frontin e luftës. Përballë saj Ukraina ka arritur të krijojë një lloj teknologjie duke përdorur inteligjencën artificiale. Gjithë kjo inteligjencë artificiale dhe ndihma e dhënë nga vendet e Bashkimit Evropian kanë ndikuar për të krijuar një teknologji me drone dhe me këto që ju përmendët
bombat fluturuse, të cilët janë me kosto shumë të lirë. Ka punishte të vogla ku ajo përpunon dhe përgatit o drone. Dronet e ty janë me rrezet të gjatë dhe ato çfarë po thuhet për bombat fluturuse janë bomba komerciale, bomba të cilët lëshohen nga avionët dhe pastaj hapin krahët dhe kanë një fluturim me një precizion me një precizion të madh. Dhe ky avantazh që ka nëpërmjet teknologjisë ka krijuar një lloj avantazhi në fushën e betejës me Rusinë. Ka sinjale nga Putin për mundësinë e ndalimit të luftës me Ukrainën, por me sa duket periudha për të cilën mund të kërkohet ndoshta një ndërmjetësim mund të përdoret ndoshta edhe Kina. Kina mund të shikohet si një edhe vizita e Trumpit përveç disa komenteve të cilët dihen disa qëllime të vizitës tij në të, por mund të jetë edhe që të përdoret Kina si një negociatore për të futur në midis Putinit dhe Ukrainës për të krijuar mundësinë për një armë pushim apo për ndërprerje të kësaj lufte. Qartë, ndërkohë kryesafi Vladimir Putin ka vetëm disa orë që është ulur në Pekin për një takim të drejtë për drejtë me Xi Jinping. Çfarë pritet të sjellë ky takim? Do të sjellë një zhvillim të rëndësishëm për Ukrainën apo mendon se është një takim me salatësh, të cilët po shijojnë tashmë, duhet thënë, në aspektin e goditjes së Shtateve të Bashkuara me Iranin, një sukses, ndonse nga ana e Ukrainës nuk duket i tillë. Nuk mendoj se do ndryshojë një gjë për Ukrainën, do të thënë, sigurisht do ketë negociata do përmendet Ukraina në takim të tillë, por fokusi i takimeve të tilla është marrëdhënia Rusi-Kinë e bazuar me të gjitha të çështje ekonomike, po sigurisht edhe çështje ushtarake. Janë dy shtete të cilat kanë për qëllim të ndryshojnë rendin ndërkombëtar që ekziston i bazuar mbi fuqinë e perëndimit me gjithë Shtetet e Bashkuara, por edhe të Evropës gjithashtu, krijuar pas lutjes dy botërore. Kina e bën këtë gjë në mënyrë pak më të fshehtë dhe nuk e ka atë lloj retorike, ndërkohë që Rusia ka një retorikë më të ashpër dhe tepër është në luftë, nisi një prej arsyeve pse u nis lufta në Ukrainë ishte pikërisht për ndryshuar rendin ndërkombëtar, gjë që nuk duket se ka arritur në këtë moment. Është një situatë e cila po i ngjan gjithmonë më shumë asaj që po ndodhte në vitet 30 të shekullit të kaluar, ku në atë kohë kishim boshtin Rom, Berlin, Tokyo. Sot kemi boshtin Pekin, Moskë, Teheran deri diku si një aleat më i vogël në këtë rast. Kështu që është një vizitë e dy aleatëve të cilët kanë nevojën njëri tjetrit, shkëmbejnë jashtëzakonisht shumë njëri tjetrin. E thashë më parë që Rusia është në marrëdhënie varësie për momentin, pra nuk është më barabartë me Kinën. Kjo është tërësisht për fajt luftës që ka bërë në Ukrainë, për shkak të fajt sanksioneve që janë vendosur nga ana e perëndimit, për shkak të faktit që humbi Evropën si një treg të madh për naftën dhe gazin rus dhe vendosin në varësinë e Kinës, por absolutisht qëllimet e tyre janë pikërisht për të përpjekur për ndryshuar rendin ndërkombëtar të bazuar tek Shtetet Bashkuara dhe perëndimin të rëndësishëm të krijuar pas luftës dy botërore. Nuk është çudi që në të ardhmen e afërt kemi edhe një lëvizje të Kinës ndaj Tajvanit, e cila mund ta vendosë edhe një krizë më të madhe rendin ndërkombëtar. Kështu që qëllimi i palëve është të forcojnë dhe të krijojnë sa më shumë boshtin që ekziston për momentin mes Pekinit dhe Moskës. Por ka diçka tjetër, ka një anë tjetër të medaljes në asaj të tilla, pavarësisht dashurisë madhe në dukje bashkëpunimit vëllazëror të tjerë mes Rusisë dhe Kinës. Në thelb të dyja vendet janë rivalë. Gjithë janë rivalë në Azinë Qendrore, ku ka qenë një bastion i Bashkimit Sovjetik dhe i Rusisë, ku tashmë nuk është më i Rusisë, është i Kinës sidomos ekonomikisht. Janë rivalë në pjesë të Ballkanit, janë rivalë si thua edhe në marrëdhënien që kanë mes Koreas me Korenë e Veriut. Kështu që është një marrëdhënie e cila kur të testohet realisht me lëvizje që Kina mund të bëjë ndaj Tajvanit, do të shohim se çfarë ndikimi dhe çfarë ndihmë mund të japë Rusia në atë rast. Do të parë se sa vërtet është vëllazërore një marrëdhënie e tillë, apo është thjesht një marrëdhënie interesash dhe një marrëdhënie shumë pragmatike mes dy palëve që ja kanë nevojë njëri tjetrin për momentin, por që në thelb mbeten rival me njëri tjetrin. Te e qartë. Ledion Krysafi, zoti Softa, faleminderit që ishin mbrëmjen e sotme me mua në War Report. Kemi mbritur kështu në fund programit edhe për mbrëmjen e sotme. abcnews.al është adresa ku informoheni në kohë reale për të gjitha zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni e bota, por sigurisht mund të na ndiqni në çdo kohë edhe në valjet e radios ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë natën e mirë.